Një valë e re sulmesh me dron goditi Moskën gjatë natës, duke detyruar kryeqytetin rus të mbyll përkohësisht aeroportet dhe të shpall alarmin më të lartë. Apo hyn lufta në një fazë të re ajrore ku dronet po zëvendësojnë raketat në fushë betejë. Këtë çështje diskutojmë me një panel shumë interesant. Të ftuar në studio kam mikun e emisionit tonë zotri Lutfi Bilalli. Kënaqësi të kemi në studio zotri Bilalli. Gjithashtu një mik tjetër e kemi në lidhje direkte, Misha Puma është me ne. Kënaqësi të jesh me ne zotri Puma. Përshëndetje dhe për mua kënaqësi. Zotri Puma, po e filloj me juve bisedën. Nga informacionet që kam unë është se kishim disa goditje në fakt thellë në Rusi, konkretisht në Moskë. Nëse jam gabim, më përmirësoni. Patjetër. Goditjet kanë qenë domethënë 119 dronë gjithsej në territorin rus, janë drejtuar nga Ukraina, që janë rrëzuar nga forcat kundërajrore. Dhe është njoftuar bilese dhe nga, le të themi, prefekti i Moskës, Sabjanin, është njoftuar që 34 drona janë goditur, janë rrëzuar, kur ata ishin drejtuar në drejtim të Moskës. Ata janë rrëzuar në territorin, le të themi, e qarkut të Moskës. Nuk është qyteti i Moskës, po është rrethi i Moskës, nëse ta përkthejmë në shqip. Pra është territori që është përreth Moskës, ku ndodhen dhe aeroportet, me qira fjala. Dhe vërtet aeroport kanë qenë të mbyllur, 2 aeroporte vetëm, domethënë se Moska ka shumë aeroporte, po 2 janë mbyllur, Domodjedova dhe Zhukovski, dhe në orën 4 të mëngjesit janë rihapur. Për arsye sepse domethënë këto rreziku i dronave kaloi. 34 dronat që janë rrëzuar, nuk është njoftuar domethënë për dëme materiale. Në vendet ku kanë rënë këto dronë, domethënë e ka rrethuar forcat speciale për të studiuar domethënë edhe vetë dronin edhe dëmet që kanë bërë, por nuk ka njoftime as në viktima, as në dëme materiale. Nuk ka dëme materiale, nuk ka viktima, por një gjë është të sigurt, nëse dikur e kishit frontin atje në Ukrainë, zotri Puma, sot mbase do duhet të friksoheshin edhe qytetarët brenda Rusisë. Si mendon ju? Unë nuk e mendoj kështu, nuk ka asnjë lloj fronti. Moska vazhdon në jetën e vetë, është tamam një luftë perandorake, një luftë periferie, që në një farë mënyre, domethënë popullata është abstrahuar, mundohet të mos mundoj për të keqen, mundohet të jetojë një jetë me sa mund të jetë normale në këto kohëra lufte, por nuk mund të them që në Moskë ka azhotazh dhe ka frikën e luftës, absolutisht jo. Por sulmet si këto nuk u aprishin pak rahatin, zotri Puma, sepse nga ajo që dëgjoj nga kolegët tonë që i kemi pra ndërkombëtar, thuhet se kanë filluar disa lëvizje si pasojë e kësaj jo sigurisë së brendshme në Moskë, të cilat nuk flasin shumë për lajme të mira për Putin. Po nuk e di, ata kolegët tuaj ku jetojnë në Moskë? Jo, nuk jetojnë në Moskë, por kanë... Prandaj dhe mundohet të trajzojnë barkën nga jashtë. Prandaj, unë nuk jam simpatizant i Putit, kam nderin të them këtë gjë, por situata në Moskë është shumë e qetë dhe nuk ka asnjë lloj frike apo hezitimi, domethënë nga këtë drejtim. Por nga ana tjetër, shqetësimi është tjetër. Shqetësimi është për rritjen e çmimeve, qoftë edhe avash, po më tepër moskovitët i shqetëson rritja e çmimit të mishit nga çik, ose të produkteve të tjera, por dhe biznesmenëve ndoshta për një mundësi më të madhe për të investuar, për investime, këto që janë gjëra që po ndihen, ose për rritjen e taksave pak a shumë nga 20 në 22%. Këto janë probleme kryesore që shqetësojnë Rusinë, po këto janë problemet e një jete paqësore në Moskë. Po flas për Moskën, ndërsa për sa i përket rajoneve që janë në kufi me Ukrainën, ata vërtet po e vuajnë shumë luftën. Aty ka për shembull ka pasur një goditje të një rezervuari të madh, domethënë një digje që ka shkaktuar dëmtime katastrofike, domethënë duke përmbytur rajonin aty, dhe kjo nuk është një goditje, le të themi, strategjike, sepse është goditur në zonën e Belgorodit, që është në territorin rus dhe në thellësi nuk ka domethënë lidhje as me frontin as me veprimet luftarake, pra ka qenë një goditje thjesht për të dëmtuar. Pra, kjo është situata reale. Normale, si që bën shumë goditje nga Rusët, mbase edhe Ukrainasit nuk mund të dërgojnë flamurin e barë nalt. Do të bëjnë diçka dhe ata të shkretët, zotri Puma.
Nuk mund të gjykoj për drejtësinë e këtyre goditjeve unë që këtej, prandaj Prandaj po them zotri Puma, nuk mund të gjykojmë Ukrainasit në këtë front të cilin e ka nisur rusët. Unë po ju shfaq faktet me që më pyetët. Po, dhe unë jam shumë i lumtur që mund ta bëjmë bisedën nga ky kënd, pra pa paragjykime për njëri tjetrin. Faleminderit për këtë mundësi. Zotri Bilali, po ndryshojnë nëse dikur goditej zemra Ukrainës me avancimet e teknologjisë ukrainase të dronëve, mund të goditet edhe zemra e Rusisë. Por, a mund të kemi edhe raketat të shumë përfoljera Tomahawk, dhe do të ndryshonin ato këtë çështjen e sigurisë të cilën sot duket se e kanë moskovetët, por mbase ajo mund të prishet nga teknologji tjetër? Po kanë pas suksese, thonë drejtën Ukrainasit, sidomos me dron, e tha edhe Puma natë sidomos në brezin kufitar Novogorodin dhe Bërjansk, kanë pas goditje që kanë qenë efektive, duke mos harruar edhe sabotajën dhe akte që kanë kryer në sistemin e korridor rus. Do thot në brendësi të kufirit diku 100-150 km, goditjet e dronëve ukrainas kanë qenë, mund të thuash, efektive, sidomos në punktet ku ka rafineri, dhe ajo që ka qenë për ukrainasit e rëndësishme goditja dhe Sevastopolit apo Krimes në përgjithësi, ura e Kerçit, që ka pas një lloj efekti, bili ka qenë një periudhë kur kjo urë është goditur bukur shpesht. Dhe mendoj që ukrainasit e kanë mundësinë, edhe një vizë kanë edhe nga Trumpi, që sistemin e mahershëm HIMARS, pastaj atë britanik, jo Taurusin Gjerman, ka qenë aja koha kur ka qenë problematike, që është ja dërgimit Taurusin Gjerman, mirë po armët me kapacitete të cilat më rrinë dikun 250 dhe 300 km, besoj që do futën në përdorim. Tomahawk është momentumi më i rëndësishëm që nuk vjen në Ukrainë, nga se në opinionin publik është që nuk vjen, nga se kapacitetet inventari amerikanë është dikun 3.000-3.500 sop Tomahawk, platforma soj është detare, në vitet e fundit konsiderohet që ka rritu edhe në atë toksor, të ketë zhvillim të këti moduli, mirë po Tomahawk është eksplicit është për çështjet presionit për t'i sjellë palët në tavolinë. Dhe unë nuk e besoj që kjo... Deklarata e Trump është se mbasi... Kjo është, unë falë për një moment, këto foto janë sistemit të mbrojtjes kundërajrore ruse, është edhe një harë tjetër që përcjell me Panzer S-100, S-300 dhe S-400. Po, mësë si regjia foton tjetër në të cilën ne kemi e çfarë ka foto tjetër, Ale? Po, kjo është sistemi 50 km shqyrësisë të Moskës që mbrohet nga Panzer S-1, S-300 dhe S-400. Dhe kjo është... Pikat të cilat janë të kaltërta, gjelbërta... Kështë vija fundit, mund të them, është kjo pika kron. Po, lirisht. Komplet. Kjo pika deri këtu, kjo e paraqet domenin e 50 km-shit. Që do thot ruhet zemra, qyteti i Moskës dhe kuptohet edhe institucionet. Këto pika janë sisteme ajrore mbrojtëse, ose mbrojtëse kundër ajrore. Absolut, këto janë sisteme, të ki S-400, S-300, Panzerin, do thot S-100, të cilët kanë mundësi, do thot që nuk ka sigurit përgjithshme, të thamë, që po që se do vike Tomahawk, do të ishte problematik, sepse Tomahawk ka gjuhet në infrastrukturën ku janë bazat ruse, apo mund të thëmë edhe atu ku prodhohet industria ruse. Por këtë ta hjekum njerë nga vëmendja se kjo ka qenë presion ma tepër psikologjik diplomatik. Por ky rreth i tillë tregon tërë këto sinjale të cilat rust kanë sot për sot tentojnë që për me dronet ti neutralizojnë për mes këti sistemi të mbrojtjes kundërajrore. Praktikisht me teknologjinë të cilën aktualisht e posedon Ukraina është e pamundur të deportohet brenda këtij sistemi mbrojtës. Nuk kisha thonë e pamundshme, mund të jetë sepse tash kemi dron amerikanë një që edhe Izraeli dron të cilët janë jashtëzakonisht të deportueshëm, por a mund të jenë efikaz dhe mund godasin në cakun ku dëshirojnë, mund të jetë kolaterale pastaj, tamet. Mirë po sot për sot do thotë sistemi till i mbrojtjes ruse për Moskën qëndron në këtë
mund të them projektim ose konstelacion i cili grafikisht paraqitet që në mbrojtje e tillë e cila me siguri nuk është 100% e realizueshme. Ne kemi pas rastin edhe me Izraelin, ku nuk ka mujt edhe ndonjë goditje të Al-Qasamit, për shembull brigadës Al-Qasam, në pjesën jugore nuk ka mund ta ndonjë 100%. Po, zotri Pumo, gjithmonë nga ajo që po lexoj, por shqyqër që ju kemi juve në mos dhe ju i demantoni pastaj propaganda, sepse këtu kemi një luftë hibride dy palshe. Ata rusët e bëjnë më shumë dhe europianët dhe të tjerë mundohem në tjerë t'jo akthejmë njëjtën kord. Por realisht, thuhet se me sankcionet e reja dhe me ngritjen e çmimeve i cila pritet të ndodhë pas tyre sankcioneve, rrezikohet seriozisht pushteti i Putinit. Pra, nuk po flasim për forcat të jashtme, por kësaj here për forcat të brendshme. Ne e dim grushtin e hekur që e përdor Putin. Por a ka gjas që në këtë kohë lufte ti ken dalë gjërat nga dora? Mund të bëj vetëm një pyetje të shkurtër. Juve dini në një kandidat që mund ta zëvendësonte Putinin? Jo. Asun nuk e di. Domethënë ai do të thotë kjo që është i pazaventsuar dhe nuk po mendon të zaventsohet Putini. Ka pak të ngjarë, kuptohet që ne nuk flasim kurrë sepse vetëm Zoti i di të gjitha, domethënë. Por ka shumë pak të ngjarë që pushteti i Putinit të lëkundet sadopak. Përkundrazi, ai domethënë në mënyrë le të themi groteske po të doni, po e forcon pushtetin e vet, duke shpallur edhe domethënë provat bërthamore me raketën super të tmerrshme Burevestnik, si deklaroi vet ai, që është e pakapshme, që nuk ka rrezë veprimit, domethënë është pa kufizuar në rrezën e veprimit. Dhe zotri Pumo, pikërisht të deklarim të tillë do doja ta diskutoja. A ka mundësi që kjo raket na vjen në një moment kur Putin e vren dobësimin e pushtetit tij dhe e dërgon pastaj një raketë që shikon ne çfarë kemi, kjo do të jetë arma e sarmës, do ta shkatrojmë Amerikën, botën, e tjera e propagandat të cilën ju e dini më mirë se. Jam i bindur që nuk do ketë kur përdorime të tilla raketa, ashtu siç nuk do ketë me të drejtë zoti Bilali tha për raketat Tomahawk, që janë me bazim detar, me domethënë në bazë të manive të mëdha luftarake apo të nëndecëve që Ukraina nuk i disponon. Dhe i vetmi vend në botë që mund të përdorte këtë Tomahawk kundër Rusisë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra vetë forcat amerikane, që të godasin Rusinë me Tomahawk do të thotë që t'i shpallës asaj luftë. Po i shpallë luftë Rusisë, fillon lufta e tretë botërore. Dhe atëherë fillon Burevestnik dhe Tomahawk, fillonin ndërthyrën me njëri tjetrin. Presidenti Trump deklaroi sot biles që neve nuk bëjmë shaka me Rusinë dhe ata nuk bëjnë shaka me neve. Kjo është gjithë përgjigja. E qartë, pas ka një marrëveshje të paktën, zotri Pumo. Sigurisht. Zotri Bilali, mendoni realisht se kjo që po thotë, zotri Pumo, po e bëj këtë pyetje jo për t'ju kundërshtuar juve, por për ta marrë më të mirë nga kjo pyetje. Mendoni se forma se si përgjigjës zotri Pumo mund të jetë indikuar nga propaganda dhe ambienti i cili rrethon atje në Rusi, mbase edhe pse udhton shumë mund ta ketë bërë vetën kjo formë. Po i Pumo mishën e kemi në Gjaktonin, është shqiptar i cili dhe kemi aset. Është një aset, realisht komplimente, por mendoj që rrethonat e tilla e di që është i zgjuar dhe i kujdesshëm, por mendoj një pyetja juaj kundërpërgjigja e mishës ke interesante ako. Mund të them unë ka pak si sarkazëm që Medvedev mund të jetë një lloj konkurrenti. Por jo, nuk e besoj se shif edhe kjo në mos të çështja e principat apo se të marrësh me që djali me babë ka pas problem për trashëgimi të pushtetit fronit ose me vllahun. Por mendoj që figura cila do të ishte logjika që në një moment lufte, në një moment si ky lufte jetë a vdekje, Putin ta projektonte edhe një emër satelit atje tjetër. Edhe të ekziston ai emër nuk do të mund ta dinin publik. Projektet perëndimore janë që në 7 regjion, në 7 shtete të ndahet Rusia. Por kjo mund të ndodhë, flasim për një gjigant të ata shumë bërthamor. Bili, unë mendoj që sankcionet amerikane kanë sjellë edhe çokoladën e Dimitrevit. Kirili Dimitrevit cili... Se thoni edhe çfarë doni të thoni me çokoladën? E ka një fjali që sekretarit Thesarit më duket, ose Vitkofit i ka dërguar një çokoladë
mund të thëmë kështu një kartolin, të futër një shokolada atu, e cila e ka një citat. Fjallët që e mbajnë botën, e mbajnë dhe lider, më duket kështu diçka të parafrazoj. Fjallët e më dhonë nga një lider i madhë, eksplicit. Dhe me Rusin nuk mund të bëhet shakon në aspekt në kërsimit forcës. Ka qenë, pirë po, çokolada ka dimensionin e diplomacisë psikologjike. Dhe kjo tregon besoj që për momentin, bili për mu ka qenë e çuditshme vizita e tij, e të dërguarit për çështje ekonomike, Dimitrov, i cili në këtë kohë të tensioneve, të ngritjeve të tensioneve. Vizita e tij është jashtëzakonisht interesante. Edhe pse Trump e ka një fjali kur thot ne presim që sanksionet për rasja naft dhe luke yll do jenë nuk do të jenë gjatë që do hiqen. Do thot mendon që besoj që në 3-4 muajshin e ardhshëm do kemi parafërsisht një marrëveshje e cila do jetë besoj në tokën turke. Në tokën turke. Ditët për një gjë të tillë zotëri Puma? Vetë presidenti Putin, kur u anullua takimi i Budapestit, deklaroi që kjo nuk ishte shumë anullim se sa shtyrje takimit, pra kishte një farë besimi që do të bëhet takim. Lavrovi deklaroi, ministri i jashtëm deklaroi që ne jemi gati të bisedojmë me palën amerikane me një regjim të përshtatshëm për palën amerikane, domethënë, me regjim kohor bëhet fjalë. Pra, në një farë mënyrë është, domethënë, Rusia, Kremlini zyrtar, tashti mos më afiloni edhe mua me Kremlinin zyrtar, po mundët. Jo, nuk e. Por Kremlini zyrtar deklaron që ne jemi të hapur për bisedime me Shtetet e Bashkuara në çdo lloj kohe, në çdo lloj forme, por neve kemi, domethënë, edhe presidenti Putin gjithashtu, por ai në vend të parë, siç deklaron Kremlini zyrtar gjithmonë, në vend të parë interesat e Rusisë. Po. Dhe në një deklarim të zotrit Trump, zotri Bilalli, ka qenë deklarimi më interesant që unë e kam parë prej nga fillimi i luftës, kur ai deklarohet thotë se Rusia dhe Ukraina mund të përfundojnë luftën mbase edhe në kufit fillestar të Ukrainës. Tash deklaratat e Trumpit nuk janë në kontinuitet të një treq, një kashe. Ka deklarata që ndryshojnë nga ora në orë, ose nga... Dorën zemër, ka marrë një kaje tjetër deklarimi i Trump që 6 muajt e fundit, që nga mbledhja me presidentin Volodymyr Zelensky, me kryeministin në fakt Zelensky, more një kthes, pra, që nga i poshtrimi i tij duket se janë bërë më miq kohën e fundit dhe ai bashkëpunimi me Zelensky rritet përderisa krijohet një vakum në mes të Putin dhe Trump. Të paktën sa i përket mbledhjeve dhe gjuhës politike që kanë përdorur në muajt e fundit. Shef, Trump dhe Amerika, vizioni amerikan, në dimenzionin e përgjithshëm, e di çka kërkon. Por edhe kundërshtari i tij di se çka kërkon. Ku i ka atë maksimumin, atë pikun ku mund të mërrim. Realisht, jo, vetëm më lejo ta them këtë. Amerikanët kanë problematikën mes konceptit të situatës së ngrinë në terren, që i gjason marrëveshjes së paraleles koreane, të ndarjes së dy Koreve, dhe luftimet e reptacion duke bërë në Pokovski dhe në Kupjansk. Këtu janë dilemat që për të përmbyllur bazeni i Donbasit. Kjo është ajo problematika. Do thot Pokovski dhe Kupjanski. Dhe kjo po që se arrijet aja dëshira ruse për Donbasin që përfshin Luhanskin dhe Donetskun, atëherë mund të them për ukrainësit është marrja prishja ose mund të them thyrja dy komve. Por amerikanët mendoj që armiku numër 1 për rivalitetin militarist e kanë Rusin. Në aspektin global, ekonomik dhe të vizionit për fuqinë e ardhshme trashëgimtare e Amerikës është Kina. Dhe kjo është jashtëzakonisht interesante. Kina 97 portën botë i kanë menaxhim. Edhe portin e Panamës. 22 ka në Evropë. Dhe rreziku ai kooperacioni i Trumpit, vizioni i tij për një, ta them kështu, bashkëpunim me Putinin, ka qenë hjekja vijës kineze dhe afrimi me amerikanët.
Shtyja e BRICS-it. A ka drejt, thëmë drejten, Trumpi në atë që është ta quajnë me të drejt është lodhë me Putinin, se ka të bëjmë një KGB-të që jashtë zakonisht fort, i cili në bisedime mundet me qenë edhe mashtrus. Dhe realisht, e para, ka sulmua një vend të një ndërkombëtarisht, e dyta, qëllimet geografikisht nuk i ka vetëm në Ukrainë. Nga se Rusia dëshiron, bota ruse dëshiron të kthej edhe vendet e Baltikut, jo në mënyrë klasike, po të ketë një mbikëqyrje për këto republika që realisht rrihen në terenin e afërsisë gjeografike ruse. Por mendoj që problemi qëndron të evropianët ose vendet e vullnetit të mirë në kry me britanikët, që dëshirojnë që pa tjetër Ukrainën ta financojnë me armatim. Dhe këtë dill në prapavi qëndron armatimi i industrisë amerikane. Sepse ne kemi diskutuar dhe këto se si në një moment Amerika filloi vjedhjen e fryteve të kësaj lufte, pra në momentin kur u marrën vesh se NATO t'i blejon nga Amerika dhe t'i dërgoj për atje. Por, zotri Misho, do doja të kaloj këtë pjesë të diskutimit tek një çështje tjetër. Sipas sondazheve, thuhet se dikon 60 apo 70% të ukrainasve në këtë moment janë të gatshëm ta përfundojnë luftën në këto situata që është, pra vetëm të stopohet lufta. Ka filluar të rritet kjo përqindje e personave në Rusi të cilët dëshirojnë ta përfundojnë luftën, zotri Misho? Ky është një bindje personale ime, nuk bazohem në sondazhe, sepse ato nga njerë revizatohen. Por unë me gjithë njerëzit që kam biseduar të çdo kahu, do me thënë të kahut të vazhdimit të luftës dhe atyre që janë kundër saj, do me thënë, por të gjithë duan paqe. Të gjithë duan absolutisht paqe. Kuptohet që ata që janë për vazhdimin, do me thënë, e luftës janë për paqe me kushtet e Kremlinit dhe të Moskës, do me thënë, por të gjithë njerëzit duan paqe. Pra nuk ka njerëz normal që duan që lufta të vazhdojë vazhdimisht. Por kush po i pyet ata? Cili është plani që ofrohet? Cila është propaganda që i ekspozot një qytetar rus sot? Unë do të rezervohesha duke komentuar të si propagandë, po si tezë e Kremlinit, do me thënë më lejoni të ju korrigjoj për të mirën time. Për të mirën tënde, që të mund, nuk ka problem. Por, do me thënë, Rusia nuk e ka, do me thënë, si input, si qëllim kryesor marrjen e territorëve, por në radhë të parë eliminimin e një shteti, e një fuqie kërcënuese për sigurinë e Rusisë në të ardhmen. Ukraina është një shtet, sipas Kremlinit, tej armiqësor, militarist dhe nazist, dhe gjë që tregon, do me thënë, dhe shfaq rrezik për ekzistencën e Rusisë. Dhe për këtë arsye, Rusia lufton me këtë regjim, me këtë shtet, me këtë formacion për të siguruar, do me thënë, Rusinë në të ardhmen. Kjo është tema bazë. Përveç kësaj, janë dhe sigurimi i popullsisë rusfolëse në Ukrainë, që është një pjesë shumë e madhe e popullatës, sidomos në teritoret lindore të vendit, sidomos në Donbas, do me thënë, në Luhansk, këto janë dhe këto gjithashtu pjesë e kësaj. Pastaj janë edhe këto republikat e vetë shpallur, që i ka shpallur Rusia, më falni, që i ka shpallur teritoret të veta, që do t'i kalojnë në Rusi, simbas Kremlinit zyrtar. Dhe mirë, po tashti është interesante, sepse për shembull në Anchorage të Aljaskës, dhe mëtej është diskutuar që të për shembull Rusis t'i kaloj Donbasi dhe të bëhen lëshime teritoresh të tjera. Pra flasim këtu për zonë, një pjesë të Harkovit, një pjesë të Dnipropetrovskut, të Sumit e tjerë. Por duke qenë se thembra akilit të Ukrainës është pikërisht në Donbas, pra qendra e mbrojtjes së Ukrainës, mendoni se mund të arrihet një marrëveshje e tillë, zotri Bilali? Trumpi po pret që të arrijë Rusia me luftë atë marrëveshje. Trumpi po pret që Rusia të arrijë me luftë marrëveshjen. Po zona... A mund të deklarojmë kështu, zotri Bilali? Ky po që ishte një deklarim interesant, zotri Pumo. Apo e pret Trumpi Rusin ta përfundoj punën në teren? Kështu përkthehet kjo çështje? Në qoftë se Trumpi ndonjëherë deklaron që Putini është djali i keq, ndonjëherë djali i mirë, burri i mirë, kjo tash varet nga prej momentet.
situata në Kramatorsk edhe është qëllimi që të arrijet Dnjepri përfshin pjesën jugore. Për shtirin e teritoreve, mishon, veç një korrigjim e di që edhin, po ndashta populata që deklarohet ruse dikon 15-18% në Ukrainë, rusë folë se kalon 50%. Bile ndoshta edhe ma shumë, por ajo ka qenë marrëveshja Minskit e cila nishi dhe dyshi që nuk është arritur, me qenë se Ukraina ka pas atë shansin e mirë, më në thëmë jetik, për të mbrojtur sovranitetin në gjithë pjesën. Ka drejta arrijet kjo që Donbasi të merret me forcë, është një fortifikim, mund të thëmë, një vije furnizimit që bëhet në këtë pjesë. Hyrja në 10-15 fshatra të regionit të Dnjepropetrovskit, që më duket edhe Brezhnevi ka qenë i lindur në këtë pjesë, i elitës majrëshme sovjetike. Shumë njerë që kanë udhëheq Partinë Komuniste në Moskë, të Bashkimit Sovjetik, e kam fjallin kanë për jarën dhe Khrushchevi, 56 ka qenë ajo marrëveshje që u ka kthy Krimea. Por, mendoj që në teren gjanat vendosin shumë. A ka qenë marrëveshje që kjo të bëhet me forcë, me qenë se Rusët kanë humbjet mëdha, realisht. Mirë po Ukraina, mund të thëmë gjithë arterin e furnizimit, me qenë se ka qenë një shpekulim, një dezinformat, e jashtëzakonshme për pjesën perëndimore, Lvivit, ose atje Zhitomorit, në pjesën edhe polake, edhe pjesën perëndimore komplet të Ukrajinës, që kanë leju furnizimin të futët të perëndimorëve. Dhe goditja pastaj ka ardhur rusëve, këto kanë bërë një shantazh. Këto thot një ekspert shumë i njohur i inteligjencës amerikane. Që do thot ka qenë kjo një synim që rusët kanë leju të futen investimet të mëdha në armatim, pastaj goditjat kanë qenë të rusëve. Të që kanë qenë në realisht shkatruse. Por, të kthej edhe pak të burë Versniku, e armës strategjike, që realisht mendoj është formë e presionit. Se nuk e besoj që kokat me mbushje bërthamore do shkrepen do njerë. Jam masë i bindun. Por ato që e tha Misho, besoj që do jetë ndoshta gjanat në teren do shohim që sidomos Sumi, disa pjesë të arkivit, por edhe të Dnjepropetrovskit mund të hynë pastaj si shkëmbim për të arritur atë vijen e përcaktimit ose ngrirjen e gjendjes faktike që është në teren. E qartë, dhe zotri Buma, do doja të di një çështje nga ju, sepse folje pak folje për popullatën ruse atje dhe gjithashtu të përbashkëta që i kanë dy popujt. Më kujtohet, isha afër Lvivit në fillimin e luftës në Ukrainë, dhe më kujtohet teksa një person thoshte se në qoftë se në të kaluarën dikush do thoshte se Ukraina dhe Rusia luftojnë, pyetja do të ishte kundër kujt luftojnë këto dy shtete, sepse do të ishte pamundur të luftojnë njëra me tjetrën. Kanë arritur këto ndasit popullore deri në një urrëtie të tillë të jashtëzakonshme, duke ditur paraprakisht që edhe bashk udhëtimin e këtyre dy popujve, edhe ngjashmëritë që i kanë religjioze, kulturore, gjuhësore e tjerë, kanë arritur të krijojnë atë fraksionalizim pas 4 viteve? Sigurisht që krisja është e madhe, sepse janë viktimat Hendeku, do me thënë, i dashurisë që ka qenë përpara. Por, do me thënë, në qoftë se, për shembull, sidomos, të paktën të flas për njerëzit e përditshëm, njerëzit e thjeshtë, ata e konsiderojnë Ukrainën si të lindor, si rus, do me thënë që flasin rusisht dhe që vërtet, po të flasësh në Kiev, unë kam qenë vetë në Kiev dhe kur flasin rusisht në Kiev, e flasin me një gjuhë më të pastër, le të themi se sa në dialektet e Rusisë së Jugut, për shembull, që ka një dialekt karakteristik, për shembull, për ato rajone. Pra Kievi fliste më pastër rusisht. Por ka dhe zonën e perëndimit, do me thënë, Zapaden që quhen në Rusi, do me thënë, dhe këta të perëndimit, po dhe këtu ka një histori, do me thënë që mos të kalojmë gjatë, por në kone kur Lvivi që i quajnë tashti, ka qenë në perëndorinë austro-hungareze, aty ka pasur një popullat që quheshin Rusini. Këta Rusinët kanë qenë njerëz që donin carin e Rusisë dhe gjithmonë ishin kontradiktor kundër pushtetit austro-hungarez dhe kanë qenë një djep, le të themi, i kulturës ruse dhe i qendresës ruse në perandorinë austro-hungareze. Është e çuditshme, por është e vërtetë.
do me thënë, në pjesën perëndimore të Ukrajinës. Pastaj, me kalimin e kohës, kjo popullat u shpërnda, u shpërbë, shkoj një qik në Slovaki, diku u shpërnda në Bashkimin Sovjetik, pastaj ku ndryshua regjimi i carit. Por, do me thënë, gjithmonë ata kanë pasur probleme, sidomos pas luftës së dytë botërore, deri në vitet 50 biles, ka pasur dhe diversant, ka pasur kaçak pyesh, do me thënë që ishin të pa bindur në sistemi sovjetik. Dhe pastaj dhe si regjimi i Stalinit i ka sirgjinosur, i ka quar në përburgje, i ka pushkatuar dhe ata kanë bërë ata të tyret, kanë bashkëpunuar me gjermanët sa të duash dhe nga ata. Por nga ana tjetër, kur erdhi le themi Krushovi në pushtet, ai ktheu të gjithë nga internimet, filloi të merrte me të mirë, filloi të jepte poste në hierarkinë patriarke sovjetike të asaj kohe, dhe ata filluan të futeshin në pushtet. Edhe, do me thënë, një nga shpjegimet që thonë tashti që morën krah shumë, për shembull, këto pjesa perëndimore e Ukrainës, është se ata kishin mbështetje pushtetare në Ukrainë, kur Ukraina mori pavarësinë në 91-shin. Prandaj edhe kjo, do me thënë, tashti, në këtë moment, rusët nuk e kanë shumë, biles unë e kam shpinë afër një hotel që quhet sot e kësaj dite Ukraina, për shembull. Dhe e ka të njëjtin emër edhe sot e bën? Më falni? E mbanë edhe sot edhe pas luftës të një? Hotel Ukraina, po ku gjinë? E brendit është Hotel Redison, po quhet Ukraina. Po ku gjinë kjo, në Moskë? Në Moskë, në qendër të Moskës. Mirë, zotri Puma, me këtë kuriozitet nga Moska, se themi krejt në fund, zotri Puma. Vetëm mos jemi shumë gjatë, sepse kam presion. Kjo është e gjatë, unë shkurtoj shumë. Se është një histori e madhe. Është e rrugës të himë direkt në temë, pa e humbur kohën as pak. Jo, hinë historikisht, këtë problematikë, besoj që Kijevi, Rus, pastaj Volodimiri, çështja marrjes së krishterizmit të lidhje. Këtë është historia e gjon. Kanë pas divergjenca shumë të mëdha, edhe në aspektin më thon, sidomos Ukraina perëndimore, e cila në religion është të besimit ortodoks i lunëritët, mirë po greko-katolik që i përshtatet papatit. Dhe kjo është një histori e gjatë, por mendoj që luftat e tilla që hinë në divergjenca dhe të cilat slavofolës është problematikë të marrin fund ashtu siç mendojmë. E qartë. Zotri Bilali, shumë faleminderit. Zotri Puma, shumë faleminderit që ishim me ne. Mes të Klan Kosovës ishim me bllokun e gjeopolitikës, në vazhdim shkëputemi me pak publicitet dhe rikthehemi, flasim me një super personazh, me një mik tim i cili ishte pjesë e Big Brother për Big Brother. Se cilat janë teknika